në këto temperatura të larta, na kem nevojë me ngrënë diçka shumë të lehtë. E për sot po ja sugjeroj një sallatë që nuk dështon kurrë. Për këtë sallatë na nevojiten veç 10 minuta, përderisa makaronat zihen. Anën tjetër na e bojmë gati edhe perimet edhe salcën. Si fillim i prem perimet, prerja duhet të jetë në kubik, karrotë, tomate edhe speca, i bëjmë së bashku. Pastaj kemi shtu kastravica turshi, edhe mistrin, edhe salsa kremoze është ky lloj i majonezit. Qumsht, vajulliri edhe melmesat sipas dëshirës. Nëse veç keni vendosur me provu diçka të lehtë edhe verore, ja ku e keni.